Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla wa ala falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën të falë kërkojmë. Ndërsa ne vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu jalla wa ala në dersën pas namazit sabahut me një rregull të ri nga rregullat e Kur'anit. Të nërvëllëzër, sado që të flasim për vlerën e Kur'anit dhe sado që të mundom të përshkruajnë se çfarë është ky libër, padyshim se gjithmonë prezantimet dhe përshkrimet tona do të jenë të mangëta. Andaj më së miri dhe më së drejti dhe mënyrën më të përkryer që e përshkruan dhe flet për Kur'anin është ai që e ka zbrit Kur'anin, Allahu xhallahu ala. Andaj se don më ditë vlerën e Kur'anit, edhe do në të dirë se çka është ky libër, më së miri e ke që të lexosh mbrana këtij libri, çfarë ka thënë Zoti xhallahu ala për këtë libër. Dhe Allahu xhallahu ala e përshkruan librin e tij në shumë vende në Kur'an, sikur që edhe fillon surën Bekara duke thënë Dhalikal kitabu la rayba fi. Ky është një libër që nuk ka pikë më dyshën te, hudan lil muttaqin, udhëzim dhe orientim dhe shpëtim për ata që janë të devotshëm e kështu me radhë. Kështu gjithashtu flet Allahu xhallahu ala në disa sura në Kur'an për Kur'anin. Andaj është mirë që ne të përcjellim ajetet në Kur'an ku Zoti flet për Kur'anin, që të shohim se si e ka prezantuar Allahu xhallahu ala librin e tij. Një nga këto ajete që flasin për Kur'anin, se çka është ky Kur'an dhe ky prezantim, padyshim se na e shton qartësinë, na e shton bindjen, na e shton gjithashtu edhe privilegjin dhe nderin që e patëm që t'jemi ne idhëtar dhe pasues të librit është ajeti në surën Al-Isra, ku Allahu xhallahu ala thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allahu xhallahu ala thot me të vërtet ky Kur'an udhëzon ka ajo që është më e drejta dhe më e qelluara. Me të vërtet ky Kur'an udhëzon ka ajo që është më e drejta dhe më e qelluara. Andaj të gjitha udhëzimet e Kur'anit, të gjitha mësimet që Zoti xhallahu ala i ka zbritur në Kur'an, nuk do gjesh të ngjashme tonë ndonjë tjetër. Mund t'ja parafrojnë njerëzit në përpjekjet e tyre, për shembull në disa aspekte të caktuara, mund t'ja parafrojnë të vërtetës, të së drejtës, por padyshim se ajo që e ka prezantuar Kur'ani është gjithmonë më e drejta dhe më e qelluara. Dhe kjo shikoni si ka ardhur, do të thotë në formën e kohës së tashme, inna hadha al-Qur'ana yahdi. Allahu xhallahu ala thot me të vërtet ky Kur'an udhëzon, që nuk kupton se ky Kur'an gjithmonë udhëzon. Do të thotë nuk ndërprehet udhëzimi i tij asnjëherë, dhe nuk kushtozohet udhëzimi i tij asnjëherë as me kohë as me vend. Andaj fakti që ka ardhur forma e udhëzimit në kohën e tashme nuk kupton që gjithmonë është i tashëm. Gjithmonë është aktual. Dhe sot për shembull shumë përflitet dhe thuhet se çka është ajo që është bashkëkohore, çka është ajo që është moderne, çka është ajo që është me kohën, dhe zakonisht njerëzit nganjëherë thonë edhe se ky Kur'an nuk ka një mirë, po dikur. Por tash me zhvillimin e teknologjisë dhe kohës së kështu me radhë, nuk është i përshtatshëm për kohën dhe për vendin e kështu me radhë. Ndërsa Kur'ani vazhdimisht i sfidon që të gjejnë diçka në të që nuk është e përshtatshme për kohën dhe për vendin. Prandaj problemet që i ka trajtuar Kur'ani dhe gjithashtu zgjidhjet që i ka ofruar Kur'ani janë ato të njëjtat, do të thotë që kanë qenë të përshtatshme për kohën e kaluar, janë të përshtatshme për këtë kohë dhe janë të përshtatshme për të gjitha kohrat. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala thot inna hadha al-Qur'ana. Shikoni dallimin mes kësaj hadha al-Qur'ana dhe në fillim dhalikal kitab. Ka një interesant përdorimi për emrave që Allahu xhallahu ala i përmend dhe i përdor për ta prezantuar këtë libër është shumë interesant. Kur flet në surën Al-Baqara në fillim thot dhalikal kitab, e përdor fjalën dhalike, që në gjuhën arabe do të thotë për larg. Ky do të thotë në kuptim të largësisë, se për emra në gjuhën arabe ka që përdoret për diçka që është afër edhe që përdoret për diçka që është larg. E këtu Allah dhalikal kitab e përdor shprehjen e largësisë. E pse larg thot?
për shkak se është i lartë. Ky Kur'an është nalë për juve. Shumë lartë është mundësive që ju të sini diçka sikur saj. Andaj po e prezanton Kur'anin në aspektin e pozitës së tij. E kur e prezanton pozitën, e prezanton në formë të ngritur, në formë të largët, në formë të lartë. Ndërsa kur e prezanton përdorimin e tij, e përdor në formën e afërt. Hadha, shumë afër e keni. Zgjidhni keni shumë afër, e keni shumë pranë dore. Nuk duhet shumë mund që t'ja qëllëni se çfarë ka kërkuar Allahu xhallahu ala për juve. Nuk duhet shumë lodhje. E keni pranë juve. Andaj këtu thot inna hadha al-Qur'ana, nuk thot inna dhalika al-Qur'an, sikur se ka thonë dhalika al-kitab, që të nuk kupton se e keni larg, duheni mu lodh, mu mundu, mu përpjek me gjithë zgjidhjen. Ja inna hadha al-Qur'an. Ky Kur'an, ky që keni pranduar të juaja, e keni të lehtë shpjegimin e tij, e keni të lehtësuar leximin e tij, e keni të lehtësuar përfitimin nga ai. Pikërisht ky Kur'an është i cili yahdi, udhëzon. Dhe këtu thash ka ardhur në formën e kohës së tashme, që nuk kupton efikasitetin e tij dhe nuk kupton aktualitetin e tij për çdo kohë dhe për çdo vend. Gjithmonë ky Kur'an, gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë ai i cili udhëzon ka ajo që është më mirë. Dhe padyshim kur Zoti i gjithësisë, ai që është i gjithdijshëm, ai që është i urtë, ai që din çdo gjë, ai që ka krijuar çdo gjë, kur ai thot se ky Kur'an është i tillë, çka na mbetet neve pas që ti përfilim këto mësime, të ndihemi krenar, të ndihemi me të vërtetë të privilegjuar që Zoti xhallahu ala na ka dhëruar me këtë libër. Pastaj thot lillati hiya aqwam, udhëzon ka ajo që është më e qelluara, më e drejta, më mesatarja. Dhe kjo me kuptu të ndërlëzër se asnjëherë, kjo është garancë, prezentim hyjnor i Kur'anit. Allahu xhallahu ala punat, kjo është Kur'ani. Andaj asnjëherë nuk ka mundësi ndonjë mësim i Kur'anit me sjell diçka që është e dëmshme për njerëzit. Në momentin kur diçka bëhet në emër të Kur'anit e që i dëmton njerëzit, e usil shërë njerëzve, e usil keqe njerëzve, ta dim se kemi të bëjmë me interpretimet e devijuara të Kur'anit, por jo me Kur'anit. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala këtu thot aqwam, ajo që është më stabile, më e qëndrueshme. Andaj zgjidhjet që i ka sill Kur'ani, për shembull për disa çështje caktuara dhe për shumë çështje tjera, janë stabile. Nuk ka pas mundësi as koha e as vendi e as rrethanat me i ndryshuar ato mësime që i ka sill Kur'ani. A janë zgjidhjet njerëzore gjithmonë stabile? Nuk janë. Ka nevojë për ndryshime. Sot thuhet diçka, po pas disa viteve, dekadave, madje shekujve ndryshojnë gjërat. Nga se nuk mund njeriu që të sjellë diçka stabile, gjithmonë e qëndrueshme. Nga se njeriu varet nga rrethanat, varet nga situatat, nuk ka mundësi mendja e tij të jetë aq larg pamse shekullore kështu më radh ndryshojnë gjërat. Ndërsa Allahu xhallahu ala aqwam, stabile, e qëndrueshme, nuk ndryshojnë ato. Dhe dietarët kur e kanë komentuar këtë ajet kanë sill subhanallahu shembuj të shumë që flasin për qëndrueshmërinë e zgjidhjeve kuranore, dhe që kanë sill shembuj që argumentojnë efikasitetin e zgjidhjeve kuranore për njerëzimin çdo kohë dhe çdo vend. Ti marrim veç 3 fusha kështu kalim të shpejt si shembuj të kësaj që e përmendëm. Për shembull, merr prezantimin e Kuranit që e bën lidhe me besimin në Allah xhallahu ala. Shikoni çfarë prezantimi i sakt, i drejtë, mesatar, i qëndrueshëm. Nuk ka mundësi asnjëherë do të bëhet një prezantim as i parafort me atë që e ka bërë Allah xhallahu ala në Kur'an. Merri për shembull poetët më të mirë, merri letrarët më të aftë, merri njerëz e pendës më të shquar. A kanë mundësi me folë për Allahun xhallahu ala, për besimin te, me ta bë Allahun të dashur, me ta bë Allahun të mirë, të afërt, sikur se ka bërë Kur'ani? Nuk është e mundshme atë. Shikoj se ka përshkruar Kur'ani për shembull ditën e gjykimit. Shikoj se ka përshkruar xhenetin e xhehenemin, si ka përshkruar për shembull pejgamberët, e gjithë ato që kanë të bëjnë me besimin. Është më të vërtetë në mënyrë më të përkryer të mundshme. Është në mënyrë më të drejtë, më të saktë. Nga se Allahu xhallahu ala thotë: "Wa man asdaqu min Allahi qila." E kush flet më drejt se Allahu xhallahu xhelaluhu. Ai ti e merr këtë libër dhe lirshëm lexon. Flet për gjëra që ti as i ke prek, as i ke pa kurrë, as ke dëgjuar për to kurrë, por lexon me bindje,
lezon me rahati, hiç nuk ki nevojë me i provu, s'ki nevojë as me bë eksperiment, as me ulëmtu, lezon lirshëm. Nga sa ajo që e ka përmend Kurani është me të vërtetë e saktë, e sigurt, e drejtë, e qelluar. Dhe kjo është ajo që flet Allahu xhallahu ala për ta. Prandaj subhanallahu, sa t'jep siguri leximi i tij, sa t'jep qetësi leximi i tij. S'ki nevojë absolutisht me ulëmtu kurrë as në historias, në asnjë shkencë. Për atë që Kurani ja ka vendosur pikën. Merë për shembull ibadetet. Shikoni çfarë mënyre të mrekullueshme Allahu xhallahu ala e mban njeriu në mesatar në kërkuar. Nuk e ngarkon me adhurime në mënyrë që të shkyqet nga obligimet e të kësaj bote apo. Për shembull, sikur se ti kemi 20 namazë në ditje, do të ishte problem me këtë numër namazësh të punojmë. Do të ishte problem me këtë numër namazësh që të gjallërojmë. Problem do të ishte. Po të ishte agjerimi çdo 2 muaj ditë. Problem do të ishte që ta keni një obligim nga 1 muaj më agjeru. Ose për shembull para mendoni zakatit të ishte 50% aftë. Është problem njerëz me dhon gjysmën e pasurisë. Por shikoni në mënyrë të mrekullueshme ka përcaktuar adhurimet që njeriu të jetë i përkushtuar Allahu xhallahu ala, ta merr ushqimin e duhur për shpirtin e tij. Në anën tjetër nuk e ka lënë njeriu pa adhurime, që të shfrenohet e që të jepet pasoj bote, të harron Allahu xhallahu ala qëllimin e krijimit, por e ka mbajtur gjithmonë në kuadër të asaj mesatare. Andaj merr gjithë adhurimet, shikoj në çfarë mënyrë të bukur i ka rregullu Allahu te bareka o taala. Dhe çdo adhurim është kështu. Dhe para se me e obligu adhurimin, e ka përshtat njeriu që të jetë i aftë për kryen e adhurimit. Edhe e ka përshtat në aspektin fizik, edhe e ka përshtat në aspektin shpirtor, madje e ka përshtat në aspektin vendor dhe kohor. Për shembull, nëse marrim adhurimin e haxhit, ku e ka bërë Allah obligim haxhin? Në Mekë, në Kabe. Shikoj për shembull atë vend si e ka përshtat Allahu xhallahu ala për atë obligim, edhe në kuptimin e hapësirës së gjerë, po edhe në kuptimin e kohës dhe klimës. Në një vend ku asnjëherë për shembull nuk bëhet acar shumë i madh, nuk bëhet ftoftë i madh, që nga se kërkohet me i pasi haramat veshur apo. E para mendoni me kun haxhi obligim të na me ihram, çka do të ndodhte? Problema me haxhin ashtu. Nuk do të kishte përshtatshmëri mes ritualit edhe klimës edhe kohës. Nuk do të kishte përshtatshmëri mes teshës së kërkuar edhe mënyrës së kryesës së obligimit. Por e ka përshtat kohën me veshjen, e ka përshtat ibadetin me vendin. Gjitha këtu Allahu xhallahu ala ka bërë mënyrë të mrekullueshme që neve të na e lehtëson ibadetin, na e lehtëson adhurimin e kështu me radhë. Shikoj formë namazit që ka lehtësuar Allahu xhallahu ala. Gjitha këtu na ka udhëzuar ka ajo që është më e drejta, ka ajo që është më e mira. Prandaj besimtari në këtë mënyrë i kryen adhurimet me ndershmëri, me kënaqësi, me kënaqësi, nga se e din se ajo që është duke bërë është më e mira mundshme. Do thotë kur bie fjala për namazin, nuk do të ketë mundësi kur, as ka pas kur mundësi që të ketë një mënyrë më e përshtatshme e adhurimit ndaj Allahut si kjo që na po e bëjmë. S'ka mundësi. Andaj mos u lante për të punë. Të ka kursyer Allahu xhallahu ala nga lodhja e kërkimit të formave, të mundësive kështu më radh. Ai ta ka kryer këtë. Veç të zbatoje. A nuk është kjo lehtësim? Para mendoj për shembull veç këtë me meditu njerëzit. Allahu xhallahu ala më thon është e kërkuar nga ju që të agjerani. Po kur të agjerani? Si të agjerani? Apo në çfarë mënyrë të agjerani? Ju të shlypni. A keni më aqëllu, as keni më aqëllu? E shohim ditën e gjykimit apo. Sa do të lodheshim ne? Para më agjeru një muaj ditë, po nuk e di më e kanë aqëlluar ajo apo. S'ta kalon Zoti. Para na më lodh më janë një muaj pak. Hajde po gjën 3 muaj. Vit nashëm, po gat pak kanë gjën 3 muaj. Hajde po gjën e shumë lodh duke kërku dhe prapë s'kishim pas mundësi më aqëllu mënyrën e duhur. Allahu na ka kursyer nga gjitha këto. Shahr Ramadan, muaj Ramazanit. Agjeroni kët, shpërblimet apo agjeroni prej kësaj kohe deri në këtë kohë. Të gjitha ato që kanë të bëjnë me adhurimin, gjitha Allahu i ka marrë përsi për të na isëron. Këtë ne ka kryer. Këtë çka duhet për ne veç zbatoje, veç kryej. Pra shikoni çfarë mënyre të mrekullueshme Allahu xhallahu ala i ka rregulluar adhurimin ndaj tij. Gjithashtu edhe merr aspektin e moralit, e etikës, e vlerave. A ka ndonjë vlerë morale që Kur'ani na ka mësuar për të, na ka ftuar për të, e që është sfiduar ndonjëherë saktësia e saj? Ndonjëherë ka mundësi?
Kur s'ka mundësi. Të gjitha ato që na në emër të Kur'anit i flasim, se kjo është e mirë dhe kjo është e keqe, e bëjmë me komoditet, e bëjmë shumë komod, shumë lirshëm, nga se jemi të bindur se nuk ka mundësi kur në çfarë lloj rrethane, në çfarë lloj situate, mbi bazë çfarë lloj zbulimi të kontestohet saktësia e vlerave kuranore. Për shembull, Kurani e ka ndaluar moralitetin zinan. Sado që njerëzit të mendojnë, të shkojnë, të bëjnë, a ka mundësi ndonjëherë që kjo të jetë e mirë? Zinaja, moraliteti, a ka mundësi me kondër e mirë? Kur? Madje, sa po mundohen me mshef dhe sa po mundohen me e legjitimu dhe me bëjnë interesant, po ju dalin anash smundje të ndryshme që si kanë pasur as më para ata. Po shfaqen defekte, po shfaqen smundje, probleme të ndryshme njerëzore që po i sill ky ves i keq njerëzimit. Merë alkoholin, merë gënjeshtrën, merë hasedin, zilin, merë gjitha ato vese që i ka luftu Kurani, dhe merë ato vlera, të të shosh se jo vetëm që ato janë më të saktat dhe janë më të drejtat, por edhe mënyrën se si e ka prezentu dhe mënyrën se na ka mësua Allah me mbjellë në zemrat tona, është mënyra vetëm e mundshme që është të mjavojë. Prandaj udhëzimi i Kuranit, sikurse e kemi përmendur në raste të tjera, është udhëzim drejt asaj që është e mirë. Kjo është e para. Të udhëzon që atje është dera. Po qysh më shku drejt dera prap edhe këtë udhëzim ta mëson. Nëse dikush thotë që atje është më shku. Ata atje më shkujnë disa rrugë. Do janë më të rrezikshme, do janë më të shkurta, do janë më të gata, do janë më të mbyllura, do janë më të hapura, nuk e din disa është. Ti e din kahjen, po nuk e din mënyrën. Nëse Allahu kur thot Kur'ani ju udhëzon ka që është më e mira, nuk kupton udhëzimin e aspektit të orientimit, kahjen, kësaj dështë, por edhe mënyrën e arritit dhe atje ta shpjegojnë mënyrën më të drejtë, më të lehtë të mundshme, më të saktë, më të sigurt, më të qëndrueshme, më stabile, ta mëson fjalë Allah xhallahu ala. Prandaj inna hadha al-Quran, ky Kur'an që keni panduar të juaj është ai që ju udhëzon ka më e mira dhe ju udhëzon në mënyrën më të mirë ka ajo që është më e mira. Prandaj kjo bën që me të vërtetë mos të kemi arsye për ta braktisë fjalën Allah xhallahu ala, ti më gjithmonë pranë ti të lexojmë dhe nuk ka arsye njëri që Zoti na ruajt ta braktisë këtë libër dhe ta lënë anash këtë libër. Qase Allahu xhallahu ala është ai që na ka mësuar këtë libër, na ka mësuar edhe leximin e këtij libri, dhe sikur që ka thënë disa ulemave kur kanë folur për fjalën e parë të Allahut, Iqra, lexo, kush ta ka mësuar leximin? Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam. Lexo, nga se Zoti është bujar, nga bujaria e tij të ka mësuar me lexu, nga mirësia e tij të ka mësuar me shkruaj. Prandaj thon dietarët e këtij ajeti kur komentojnë, shikoj Allahu nga bujaria e tij, Allahu nga mirësia e tij të ka mësuar me lexu, ndërsa ne pastaj pasi e kemi mësuar leximin e braktisim leximin e librit të Allahut e lexojmë gjëra të tjera. A nuk është kjo e turpshme? A nuk është kjo e pandërgjeshme? Kush ta ka mësuar leximin? Allahu xhallahu ala. Pse ta ka mësuar leximin? Ta ka mësuar të lexosh atë që është e dobishme dhe e mirë. Andaj a është arsye që më lexoj gjithçka tjetër pas librit të Allahut? A ai ta ka mësuar leximin? Prandaj një nga mendimtarët bashkëkohor thot kur lexoja përpara për dietarët e hershëm se si kanë lexuar shumë Kur'an, kanë bërë hat me shpesh, e s'kan mujt me nda Kur'anin prej dore, thësha vetën time si kanë gjetë kohë për tërë këtë lexim të Kur'anit. Sot është e pamundshme. Kështu mendoja thot ky mendimtar. S'është e mundshme në këtë kohë njëri ka shumë Kur'an me lexu, jemi shumë të angazhuar. Thot po kur e pash njerëzit çfarë varësie kanë nga interneti, nga Facebooku, e kuptova se ata e kanë pas një Facebook tjetër atë. Ata e kanë pas Kur'anin, e ne kemi këto tjera atë. Shikoj sa shpesh e hap internet, sa shpesh e qel, sa shpesh lexon, sa shpesh ti lajmet, televizorin, nëse nëse kjo përkthehet në lexim të Kur'anit, do të shohësh se kiko për Kur'an ka mundsi, por fatkeqësisht ja kanë zonë vendin diçka tjetër atë. Ja kanë zonë kohën e Kur'anit diçka tjetër. Do punë tjera e nuk kemi na kohë për në qinsana. Duhet me i përcaktu prioritetet, agjendën e prioritetet, çka është përpara e çka pastaj kur kemi kohë. Kur kjo përcaktohet, do të shohim se kemi kohë për Kur'an, kemi kohë për lexim, kemi kohë për meditim, por a jemi ata që e lexojmë sikur se Allahu xhallahu ala thot
wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir. Shikoj këta që me të du me përmbyll këtë ftesë dhe thirrje hynore, por bëjagi goditse për neve. Allahu thot: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr", ne u kemi lehtësuar Kur'anin që ta kuptoni dhe lexoni. Fa hal min mudakkir, a ka kush e kap dorë të veta? A ka kush e merr? A ka kush e përdor këtë lehtësim që e kemi bërë që të përfiton nga libri Allahu te bareke ve taala? Prandaj të kemi lidhje pak më të forta me Kur'anin, ta përdorim këtë udhëzim që Zoti xhallahu na ka dhëruar me të, që gjithmonë të jemi nga ata që ja qellojnë, e ndjekin rrugën e drejtë, rrugën mesatare, aq që të dobishme. Nga të gjitha këtu i sjell fjala e Allahut te bareke ve taala. Ta kemi një lloj kënaqësie dhe mburje që kemi në dorën tonë mundsinë dhe në mënyrën më të lehtë ta lexojmë fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu, fjalën e Zotit të gjithësisë, krijuesit, atij që çdo gjë është në dorën e tij. E këtë mundësi Allahu na dha. Fa hal min mudakkir, a ka kush përfiton, a ka kush e kap në dorën e tij, a ka kush e merr parasysh këtë këshill dhe këtë porosi që Zoti xhallahu ala përmendi në Kur'an. Allahu xhallahu ala na ndriçoft zemrat me librin e tij, dhe Allahu xhallahu ala na ndriçoft rrugën këtë botë me librin e tij, dhe Allahu na bëft ndërmjetësues ditën e gjykimit. Allahu na bëft Kur'anin shoqërues në këtë botë, dhe na bëhet shoqërues në varr edhe kudo që të jemi, na bëft shokun e pandashëm tonin derisa ta përcaktojmë vendin tonë në xhenet. Allah na mëson të përfitojmë nga ky libër dhe gjithashtu të mësojmë nga ky libër dhe të udhëzojmë nga ky libër dhe të jetojmë me këtë libër, nga se kush jeton me të nuk humb, kush mëson prej tij nuk devion asnjëherë. Allahu i shpëleft për vëmendjen me kaq për do fund. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.